Mos I qëroni kur mollët, ja përfitimet shëndetësore që merrni prej lëkurës. Një mollë e mesme përmban 4,4 gram fibra, pa lëvorën beten vetëm 2,1 gram, që nuk mjafton për ta quajtur mollën burim të mirë fibrash. Një mollë me lëkurë ka 8,4 mg vitamin C dhe 98 njësi ndërkombëtare vitamin A. Por vetëm nëse e hani me lëkurë, një përbërës që ndikon në frymëmarrje quhet quercetin dhe gjendet kryesisht në lëkurën e mollëve, dhe një studim zbuloi se kjo lehtëson në problemet e frymëmarrjes. Një studim I kryer gati 2 dekada më parë tregoi se si antioksidanti lufton dëmtimin e indeve të trurit që lidhen me sëmundjen e Alzheimer dhe probleme të tjera degenerative. Acidi ursolik ndihmon në ndërtimin e muskujve dhe djegjen e kalorive. Një mollë me lëkurë në ditë redukton në rrezikun e obezitetit.